Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjafton një gotë nga kjo pije dhe mëlçia juaj do të bëhet 20 vite më e re. Mëlçia është një organ shumë i rëndësishëm trupor. Nëse ajo nuk trajtohet si duhet, mund të shkaktojë gjithashtu sëmundje serioze, të cilat mund të ndikojnë edhe në organizmin tonë në mënyrë të përditshme. Vitamina K është një vitaminë shumë e rëndësishme për shëndetin e mëlçisë, sepse prodhon proteina që ndihmojnë në procesin e mpiksjes së gjakut. Mëlçia thyen qelizat, duke dëmtuar kështu edhe shëndetin tuaj. Është e rëndësishme që për të pasur një mëlçisë sa më të shëndetshme, të shtoni në dietën tuaj produkte sa më natyrale dhe të kujdeseni për atë që konsumoni. Ky organ i rëndësishëm luan një rol të madh në procesin metabolik të trupit tonë. Kur mekanizmat përmbajnë yndyrna, ato i kthen edhe në prodhimin e energjisë, që do të ndikojnë drejt për së drejti në aktivitetet tuaja të përditshme. Mëlçia ka një aftësi të rigjenerojë veten. Nëse nuk kujdeseni për mëlçin, mund të sëmuret seriozisht. Disa nga sëmundjet që lidhen me mëlçinën sëmur janë: ato shfaqen për shkak të një diete jo të shëndetshme ushqimore dhe konsumi i tepërt i alkoolit mund të ndikojë negativisht në çështjen tuaj të mëlçisë. Një nga frutat që mund të ndihmojë në probleme me mëlçinë është edhe fruti që quhet tamarind. Është i mahnitshëm pasi mund të eliminojë yndyrën e mëlçisë. Ky frut është gjithashtu i dobishëm në detoksifikimin e trupit, përmirëson tretjen tuaj, ul kolesterolin, shëron çdo problem dhe përmirëson shëndetin tuaj të përgjithshëm. Vendosni 2 grushta tamarind në një blender. Vendosni pak ujë brenda dhe e përzjeni mirë. Gjithashtu treteni dhe përzierjen e përfituar e pini gjatë gjithë ditës. Ju mund të përgatisni edhe çajin e tamarindës. Thjesht vendosni 25 gjethe tamarind të lara në ujë në një tenxhere me ujë të vluar. E lini të ziejë për të paktën 20 minuta. Pas kësaj mund të ambëlsoni me pak mjalt nëse dëshironi një shije më unike. Pijeni këtë të paktën 2 herë në ditë. Ju do të vini re shumë shpejt se problemet tuaja të mëlçisë do të zvogëlohen ndjeshëm dhe do të përmirësoni dukshëm edhe funksionet e saj më të rëndësishme. Mëlçia është një nga organet jetësore më të rëndësishme të organizmit. Mëlçia e një të rrituri mund të peshojë edhe për mbi 1 kilogram. Ky organ është thelbësor jo vetëm për tretjen dhe metabolizmin, por edhe për imunitetin dhe përthithjen e vlerave ushqyese. Ndaj duhet të kujdeseni vazhdimisht për shëndetin e saj për të evituar kështu çdo komplikacion të mundshëm. Për ata që nuk e dinë, mëlçia është e vetmja pjesë e trupit që është organ dhe gjendër në të njëjtën kohë. Ky emërtim i atribuohet rolit të saj sepse mëlçia sekreton shumë substanca kimike të nevojshme për pjesë të tjera të trupit, duke qenë se funksionet e mëlçisë janë në të një rëndësie të veçantë. Mirëmbajtja e saj është po aq thelbësore. Bingarkesa e mëlçisë rrit rrezikun e mbipeshës, sëmundjeve kardiovaskulare dhe problemeve të tjera imunitare. Gjithashtu ajo mund të shkaktojë dhimbje koke, probleme me tretjen, alergji, dhe në këtë video do ju tregojmë disa nga ushqimet më të mira, të cilat duhet të jenë pjesë të recetave tuaja të përditshme që do të sjellin rezultate të kënaqshme në shëndetin tuaj të mëlçisë. Një nga produktet të nënvlerësuara por që ofron efekte pozitive në shëndetin tuaj të mëlçisë është edhe brokoli. Brokoli përmban shumë fibër dhe vitaminën E, një antioksidues i fuqishëm që mbron shëndetin tuaj të mëlçisë dhe sjell rezultate të kënaqshme në mbrojtjen e saj. Përbërësit e brokolit të ndihmojnë në largimin e toksinave nga trupi dhe përmirësimin e metabolizimit të mëlçisë. Shëndeti i mëlçisë varet edhe nga stili juaj jetesës. Njerëzit që duhet të paksojnë sasinë e konsumuar të alkoolit, sheqerit dhe kafeinës do të kenë gjithashtu edhe një mëlçi më të shëndetshme. Arrorët janë gjithashtu një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për personat që kanë probleme me shëndetin e mëlçisë. Arrorët përmbajnë aminoacide që pastrojnë mëlçinë në mënyrë efikase dhe largojnë toksinat nga përbërjet e saj. Ekspertët rekomandojnë që të hani vazhdimisht 1 grusht me arrorë çdo ditë. Kështu do të përmirësoni funksionin e mëlçisë dhe do të rrisni edhe përmirësimin e shëndetit të saj.
Edhe molla është një produkt i cili mund t'i japë përfitime pozitive në shëndetin tuaj të mëlçisë. Një mollë në ditë është sekreti që mban mëlçinë e shëndetshme. Molla përmban fibër dhe pektin që largon toksinat nga mëlçia dhe pengon kolesterolin që të mbingarkojë shëndetin e saj. Mollët përmbajnë acide malike që pastrojnë gjakun nga toksinat dhe nga qelizat e dëmshme, që do të sigurojnë një mbrojtje më efikase në shëndetin tuaj të mëlçisë. Ekspertët këshillojnë vazhdimisht përfshirjen e produkteve sa më natyrale në shëndetin e mëlçisë që të sjellin kështu rezultate të kënaqshme. Edhe shafrani indis është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese në dobi të organizmit, i cili do të ndikojë pozitivisht në shëndetin dhe mbrojtjen e saj. Kjo erëz e verdhë është efikase në pastrimin e mëlçisë. Përbërësit e saj janë të shkëlqyer për rigjenerimin e qelizave të dëmtuara të mëlçisë dhe do të sjellin kështu rezultate pozitive në mbrojtjen dhe funksionet e saj ditore. Avokado gjithashtu është një produkt yndyror i cili do të ndikojë pozitivisht në mbrojtjen e shëndetit tuaj të mëlçisë. Përbërësit që përmban avokado paksojnë dëmet gjithashtu të dëmtimit të mëlçisë. Yndyrnat monodopangopurat të avokados ulin kolesterolin e keq dhe gjithashtu rrisin nivelin e kolesterolit të mirë, duke ofruar një zgjidhje mjaft të mirë shëndetësore, duke sjellë kështu rezultate të kënaqshme në shëndetin e mëlçisë. Këshillohet ngrënia e 1 deri në 2 avokado në javë për disa muaj me radhë, në mënyrë që të keni përfitime pozitive në shëndetin tuaj të mëlçisë. Një tjetër produkt efektiv, i cili mund të ndikojë pozitivisht në shëndetin e mëlçisë është edhe çaji i jeshil. Pirja çdo ditë e çajit jeshil ndihmon në largimin e depozitave yndyrore nga mëlçia, të cilat janë përgjegjëse edhe për problemet që i kanosen asaj. Ajo është e mirë në trajtimin dhe parandalimin e luhatjeve të yndyrnave në mëlçi. Gjithashtu, ekspertët rekomandojnë 6 deri në 7 filxhan me çaj jeshil çdo javë për të marrë përfitimet e tij në dobi të organizmit dhe për të parandaluar gjithashtu dëmtimet shëndetësore të mëlçisë së suaj. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për mbrojtjen e shëndetit të mëlçisë është edhe limoni. Limoni përmban antioksidantë të veçantë, të cilët do të sjellin rezultate të kënaqshme në mbrojtjen e shëndetit të mëlçisë dhe parandalimin e komplikacioneve të saj. Sipas të dhënave, vitamina C që gjendet tek limoni ndihmon në prodhimin e enzimave të tretjes së mirë dhe përthithjen e mineraleve në shëndetin e saj. Limoni është një zgjidhje efikase në mbrojtjen e shëndetit të mëlçisë dhe ekspertët këshillojnë që të përfshihet në dietën tuaj, jo vetëm nëse vuani nga problemet e mëlçisë. Panxari i kuq është gjithashtu një ndihmës shumë i mirë për shëndetin tuaj të mëlçisë. Panxari përmban flavonoide, të cilat stimulojnë dhe përmirësojnë funksionet efikase dhe mbrojtjen e shëndetit të mëlçisë, që do të sjellin rezultate të shkëlqyera edhe në parandalimin e komplikacioneve të tyre. Për më tepër, panxari është një pastrues natyral i gjakut që do të sjellë rezultate të kënaqshme edhe në mbrojtjen tuaj të mëlçisë. Citroja është një tjetër produkt natyral, i cili duhet të jetë pjesë përbërëse e dietave tuaja, duke ditur edhe rëndësinë e saj ushqyese. Citroja është e pasur me vitaminën C, pektin dhe antioksidant. Këto të fundit neutralizojnë radikalet e lira dhe detoksifikojnë mëlçinë. Rekomandohet që njerëzit që pinë një gotë të vogël me lëng citroje në ditë të hanë edhe frutin e citros, në mënyrë që të marrin përfitime të dyfishta në shëndetin e tyre. Për të qenë më të mbrojtur për shëndetin e mëlçisë, duhet të bazoheni sa më shumë në produkte natyrale, të cilat do të sjellin rezultate mjaft të mira edhe në parandalimin e komplikacioneve të tyre. Nuk duhet lënë pas as konsumi hudhrës. Hudhra është një nga produktet më të mira ushqyese, që në rast se vuani nga problemet e mëlçisë, do të jetë një zgjidhje mjaft e mirë për shëndetin e saj. Kështu mund të konsumoni 1 deri në 2 thelpi hudhër çdo ditë, që ka efekte pozitive në shëndetin e mëlçisë. Vëmendje, jo bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.